Asnjë nostalgji për reliket e vjetra të komunizmit, vetëm respekt dhe interes për pronën publike, për pasurinë publike. Korporata e investimeve njoftoi që në listën e gjatë të mbi 10 lejeve që ka dhënë për ndërtime në prona publike, shtohet njëkohësisht dhe kulla në Pallatin e Kongreseve. Korporata e investimeve është një nga institucionet më abuzive, të pa kontrolluara, pa raportuara, pa audituara, e cila merr pronat publike dhe jep leje ndërtimi. Po kush janë këta që sillen me pronën publike sikur ta kenë pasuritë tyre? Kush janë këta që veprojnë pas një llogari, që i marrin vendimet pas një llogari, pas një proces transparence, që në proka publike sot po ndërtohet masivisht dhe askush nuk di se çfarë po ndodh. E njëjta situatë në Zvërnec, e njëjta situatë në aeroportin e Vlorës, e njëjta situatë në portin e Durrësit, ku pasuria publike trajtohet si mall personal, ku nuk ka asnjë vendimarrje transparente, ku nuk ka konsulencë të gjerë me opinionin publik. Ky sistem është pikërisht ai sistem që i nxjerr njerëzit në rrugë për të protestuar, që ka sjell sot abuzimin më të madh, përqendrimin në pagduart ekonomisë dhe vendimarrjen më abuzive që kanë pasur ndonjëherë Shqipëria. Sistemi që ka përqendruar pasuri tek pakica, sistemi që merr vendime pa llogaridhënie, sistemi që e trajton pronën publike si pronë vetjake. Këtë sistem duhet ndryshojmë, këtë sistem ne duhet heqim për Shqipërinë që të ketë një ekonomi të hapur, të ketë garë, e të ketë në fund të ditës meritokraci dhe në ekonomi.